Spanja, kur i mbrohet kundërshtari, do me thonë, në zonën e tretë, po ka shumë probleme. Nuk shumë probleme me tranzicionin e kundërshtarëve. Do me thonë, nuk e ka veç një problem. Edhe, si skuadër, nuk janë qyshtin në edhim, kusha Spanja edhim kanë lujt ma shpejt. Si vjetë s'ko Madrilen si vjetë. Kanë pas skuadër ma konkrete. Mu Argentina po më bën shumë përshtypje. Dje e kom pa sa shpejt e marrin topin. Që kanë shumë kjartësi në lojë. Messi do me thonë në momente po shpik diçka. Apo kupton? Është edhe Franca. Besoj edhe kjo vrejt. Franca Dembele 2 ndeshjet e para, ndeshjen e tretë hat-trick. E Franca në kontra-atak, ata janë shvrasës. Veç gona mund me nalë Francën dhe qyshtë të përdryshe problemesh. Po, ma të mbrojtje. Ama realisht lojnë e Argentinës, edhe mu më ka pëlqyer shumë, po lojnë e Argentinës nuk është vish lojnë e Argentinës. Komplet jashta Brazilit, kuptohet, komplet Amerika Latine që aty e të e bu. Po të më thonë, janë njerës që rikuperojnë topin shumë shpejt, lujnë shumë, ngajnë shumë, duele shumë të forta. Të më thonë, në Kolumbia, nuk e di, unë e thësha inshallah se ka marrë për një mesë me zërë Portugalia, se Kolumbia duke kalu me marrë frymën, se kom pa një ekip dominantës. Që ato me rikuperu topin shpejt, e ka zbulu treneri Austrisë, kë Ralf Rangnick. Aja është, do me thonë, shpiks i gegën pressing, i thënë gjermanisht. Po. I kundër pressingut. Prof, te Kanadoja po ndalmi pak minuta, sepse jemi krijnë fund të emisionit, e mboshte Afrikën e Jugut me rezultat minimal, me golin e shënuar në minutat e fundit.